Atëherë, vazhdojmë mësuesi apo jam unë mësuesi? Hajt, jeti një herë mësues, se unë jam nxënësi. Unë jam mësuesi. Kanë ardhur nxënësit gjithë? Këtu mësues. Pas ka ardhur Marashi, domethënë. Bukur. Atëherë, vazhdojmë orën e mësimit, mëso shqip, në fol shqip, fjalët e huaja të cilat mund t'i zëvendësojmë me ato shqip. Fjalët e huaja që përdoren në radio televizione janë këto. 1. Discover. Discover është anglisht e cila zëvendësohet me fjalën shqip zbuloj. Boring. Boring ishte boring, e ke parasysh sa shpreh e shpesht është tek ne. Domethënë zëvendësohet, nuk është shqip boring, bjen me i mërzitshëm, e mërzitshme, i mërzitshëm, boring. Impresion pra nuk është gjuhë shqipe, nuk është fjalor shqip, nuk është shprehje shqipe, impresion bie poshtë, është fjalë huaje. Në gjuhën shqipe, i dashur Marash, e zëvendësojmë me përshtypje. Përshtypje. Intimidohet. Po. I dashur nxënës. Intimidohet, bie poshtë, nuk është shqip. Duhet mos avëncu me fjalën friksohet ose pra, kërcënohet. Intimidohet, po friksohet ose kërcënohet. Pra intimidim e ka intimiduar, e ka friksuar, e ka kërcënuar. Pra këto dyja janë që intimidohet bie poshtë. Ka startuar, realisht edhe unë vetë personalisht e përdor këtë. Ka startuar, kemi startuar, po startojmë, e përdor shpesh, por nuk është shqip. Ka filluar apo ka nisur, zëvendësohet me shqip. Pra startuar bie poshtë, ka nisur apo ka filluar është shqip. Fjala e huaj. Limit. Ka një limit, kemi një limit, i dashur nxënës Marashi, bie poshtë, pra limit nuk është shqip. Është i huaj, e huaj, si shprehje, pra limit në gjuhën shqipe është kufi. Indikator. Pra ka shumë indikator në për debate televizive, pra nuk thojnë ka shumë tregues, pra a e kupton i dashur nxënës sa kesh edhe sa dëm i bëjmë në gjuhë shqipe. Pse përdoren atë shumë fjalë të huaj? Tu i pas, duket, jo, po ka fillu, më duket njerëzve pak vetja më i lexuar, më i zgjuar, më i emancipuar kur flet gjuhë huaja. Pra është sikur është më i zhvilluar se sa pjesa tjetër. E ke parasysh? Kjo është shumë keq, realisht ti dukesh sigur, po nuk është e vërtetë ajo. Është vërtet është nëse mundesh me zbërthy dhe me thonë fjalët në gjuhën e nënës dhe në gjuhën shqipe, pa i marrë tuazuara nëpër gjuhë tjera. Pra realisht respekt për gjitha gjuhët e botës, sepse secila ka kuptimin e vet dhe vlerën e vet. Mirë po, gjuha shqipe tek ne është numër 1. Indikator është tregues pra. Po. I dashur nxënës. Anglisht. Research, po. Research është, e ke pra me kërku, në për Google apo në për rrjetet sociale, është kërkim, pra me kërku, research. Konsistenci, dashur nxënës, është shprehje huaj, konsistence, është shprehje huaj, e cila zëvendësohet me ato shqip qëndrueshmëri. Pra, a je konsistent ti? Unë jam i qëndrueshëm. Bravo, ti je qëndrueshëm. Bravo, ti nuk do të ngel për vjesht, ty do të kalojnë direkt. Ty do të jap dyftesën direkt. Shtash që me ta dhënë notën. Konsistent. Fair. Këtë fjalë përdori unë. Është shprehje huaj, më është kjo fair. Në Kosovë përdoret shumë realisht. Fair, nuk është fair. Fair në Kosovë vije fair, nuk je fair, pse si fair, pse s'po tregosh fair. Pra, nuk është pak përdoret? Nuk është, ja fair s'përdoret në Shqipëri fare, jo. Fair nuk përdoret, vetëm nëse e ka marrë në një kështu në Kosovë tash sa bë trend, gegrishtja është bë trend edhe merret pak a shumë. Fair është e drejtë. Pra nuk je i drejtë apo je i drejtë apo e drejtë apo pra fair bjen poshtë, e drejtë është shqip. Genin, ç'është kjo genin, bro? Genuine. Genuine, po. Anglisht përdoret genuine. Po, pra, genuine. Genuine. Po, genuine. E vërtet originale. Pra, genuine nuk është shqip, është anglisht. Po. Që zëvendësohet me vërtet apo originale. Vokacion. Vokacioni dashur nxënës, po du të ngrish, ngrihu në tabel. Vokacion. Jo, se të kputet, se kameramonin e kena të flejt atë. Më së qo. Vokacion është zë thirrje. Po. Zë apo thirrje, pra zëvendësohet me këtë i dashur. Unë e ty tashi,
Se di, në Kosovë nota më e mirë është 5, më duket, Këtu në Zvicër 6. Në Zvicër 6, ja. Me qenë si jemi në Zvicër, marrësh. Wow. Ja ku ke 6 në gjigant. Shtypa aplauz aty për notën që. Ja ku ke edhe kalon Marashi nga mësues Altini. Kalon, do më thonë, s'ke nevoj as me mësil pare, me më korruptu, as ke nevoj me mësil në i dhurat apo në i gjohë. Kështu që ti kalon në vit dytë. Shumë jam happy. Amo, jo, si kur të konga dëngjonit. Në vit 3 kalon të konga, se vitin tjetër keni mësuse, nuk do kesh mësus. Edhe kalon vit 3, pastaj si të konga ati. Marash, kemi një mysafire, shumë interesante. Një zonjë e cila është dashuruar, tash të flasim tamam siç duhet, është dashuruar me burrin e vet mas pari. Mirë, po është dashuruar edhe me shtetet tona, me kulturën mas pari me shtetet tona, realisht, me kulturën shqiptare, me traditën tonë dhe quhet Tabea. Tabea e cila mbiemrin e saj të gjinis nuk e di, por do na tregoj kur të vi, mirë po mbiemrin e tanishëm e ka Kryemadhe. I din mi folë mdoket në gjuhë? Tash i interesant, mos u ndalin nga radio-televizioni i steni. 9 gjuhë i flet personazhi që do kemi në studio në këtë moment. 9 gjuhë me i foldi. Tash u se di cilat gjuhë janë ato, kam i harru kujt më thonë, kam u bë krejt rrëshëkunda. 9 gjuhë. E para, e dyta i bën të pushimet në Spanjë, në për vendet ndryshme, tani i bën vetëm në Shqipëri dhe në vendet tona. Pra do më thonë, është një diçka jashtëzakonisht. E treta, ka botuar një libër, të cilin sot e kemi pikërisht për këtë arsye për ta promovuar librin e saj, i cili quhet ky libër, nëse regjia është ashtu, i cili ky libër quhet Die Zweite Heimat. Pra, Heimat, Heimat. Adheu i dytë. Po, adheu i dytë. Në gjuhën gjermane, Die Zweite Heimat heißt adheu i dytë, Jonas. Edhe adheu i dytë. Okej, Jonas, du forstås mi, Also. Edhe adheu i dytë është Kosova. Adheu i dytë është Kosova. Tashi, këtu e kam një pikpyetje unë. Kosova adheu i dytë e burri prej Shqipërisë diqysh nuk ka të mu lidhë. Burri është nga Bogradeci, bashorti i Tabeas është nga Bogradeci i Shqipërisë, e adheu i dytë që kanë Kosovë, në roman, po. Tash nuk e di çka të ndodhë këtu, po unë du me eftu me Duar Dorkiti, unë big up Tabean,